ka qenë një pamje historike për mendimin tim, ku një turm 10 mijëra banorëve të Gazës, buzë bregu të detit, po mundoshin të shkonin në veri. Besoj keni parë ka qenë virale, ka qenë... Tani, imagjino se çfarë kujtone. Gjëja e parë që më kujtua ishte populli Musait në breg të detit. E njëjta gjë, në Kur'an thuhet që ata ishin me mira. Dhe ata u ndollën përballë bregut të detit dhe Zoti për ta çau detin për çfarë? Për të kaluar vetëm krahun tjetër dhe të përmbyti faraonin dhe ushtrinë e tij. Tani me të njëjtën gjë, të cilën parasyve tajnë në rezolucion shumë të lartë, kemi live, nuk kemi histori më të dëgjuar. Një popullsi me 10 mijërash, Zoti ç'a bër, nuk çau detin për ta, e çau botën për ta. Domethënë, për çfarë? Jo për të kaluar krahu tjetër, por çau botën për të treguar që ti duhet të kapërcesh drejt vlerave. Dhe kë përmbyti, nuk përmbyti faraon, përmbyti të gjithë hipokrizinë ndërkombëtare e përmbledhur në elitat politike dhe institucionet ndërkombëtare.